Qeveria me seancë solemne për ditën e alfabetit shqip. Kryeministri Mickoski tha se çdo gjuhë është urë e jo kufi. Shkriptari Resul Shabani dhe publicisti Sevdail Demiri janë fituesit e si vjetëm të çmimit shtetëror 22 nëntari. Rreshet e mëdha të shiut kanë shkaktuar përmbytjen e disa komuna të vendit, në rrethni janë përmbytur mbi 50 shtëpi dhe toka bujqësore. Ushtria izraelite vazhdoi të shkel marrëveshjen anë pushimit, intensifikon sulmet në 4 qytete të rripit të Gazës. Të nderuar shikues, përshëndetje. Qeveria e Maqedonisë së Veriut mbajti një seancë solemne për ditën e alfabetit shqip, duke theksuar rëndësinë e gjuhës në identitet dhe demokraci. Kryeministri Kristian Mickoski vlerësoi diversitetin etnik dhe rolin thelbësor të komunitetit shqiptar në shtet. Zëvendës kryeministri Arben Fetaj nënvizoi barazinë gjuhësore si standard demokratik dhe europian. Kjo ditë lidhet me Kongresin e Manastirit vitit 1908, ku standardizua alfabeti shqip. Me rastin e 22 nëntorit ditës së alfabetit shqip, Qeveria e Maqedonisë së Veriut mbajti një seancë solemne ku fol për historikun e kësaj dite, si dhe për rëndësinë e gjuhës në identitetin e një kombi dhe funksionimin e një shteti demokratik. Në këtë drejtim, kryeministri Kristian Mickoski gjatë fjalimit të tij tha se Maqedonia është si një shtëpi e diversitetit, i cili nuk ndan por e pasuron historinë tonë të përbashkët kombëtare. Ai shtoi se komuniteti shqiptar me kulturën, gjuhën, tradita dhe vlerat e veta është pjesë thelbësore e shtetit tonë. Atë yni përbashkët bazohet në idenë se çdo qytetar ka vend të barabartë, vlerë të barabartë dhe mundësi të barabarta. Pikërisht për këtë, qeveria mbetet e përkushtuar ndaj politikave që ndërtojnë besim ndëretnik, krijojnë hapësirë për zhvillim dinjitos të gjuhëve dhe kulturave dhe forcojnë kohezionin mes gjithë qytetarëve tanë. Kemi ambicie dhe dëshirojmë të ndërtojmë një shoqëri në cilën të rinjt maqedonas, shqiptar, turq, serb, bosnjak, rom, vlleh dhe gjithë të tjerët ta shohin të ardhmen e tyre këtu, në një Maqedoni të fortë dhe të zhvilluar, një shoqëri në cilën çdo gjuhë është urë e jo kufi. Ndërkohë, zëvendës kryeministri Arben Fetaj theksoi rëndësinë e barazisë gjuhësore dhe promovimit të diversitetit gjuhësor në Maqedoninë e Veriut, duke riafirmuar angazhimin e qeverisë për respektin, kultivimin dhe promovimin e gjuhës shqipe dhe identitetit shqiptar në të gjitha dimensionet e tij. Në një shtet multietnik si Republika e Maqedonisë së Veriut, barazia gjuhësore është pjesë e një demokracie funksionale dhe standardeve evropiane të drejtave të njerëzit. Shtetet moderne matin cilësinë e demokracisë së tyre, jo vetëm me funksionalitetin e institucioneve, por edhe me mënyrën se si trajtojnë gjuhët e komuniteteve që bashkëjetojnë brenda tyre. Në këtë kuptim, barazia gjuhësore nuk është çështje simbolike, ajo është një parim demokratik dhe një praktik që e afron vendin tonë me të ardhmen që synojmë. Kongresi i Manastirit ka qenë një konferencë akademike në qytetin e Manastirit mes datave 14 nëntor 22 nëntor 1908 për standardizimin e alfabetit e gjuhës shqipe. Kjo datë shënohet në të gjitha trevat shqiptare, ndërsa tradicionalisht manifestime qendrore mbahen në Manastir, i njohur për botën shqiptare edhe si qyteti i alfabetit. Krerët e shtetit dhe të politikës në Maqedoninë e Veriut kanë përcjell urimet e tyre për ditën e alfabetit gjuhës shqipe për këtë datë me peshë historike. Me rastin e 22 nëntorit, ditën e alfabetit të gjuhës shqipe, krerët e shtetit dhe të politikës në Maqedoninë e Veriut kanë përcjell urimet e tyre për këtë datë me peshë historike. Në mesazhet e tyre, ata theksuan rolin vendimtar të Kongresit të Manastirit dhe rëndësinë që kjo trashëgimi kulturore ka për shqiptarët dhe për mozaikun multietnik të vendit. Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova uroi bashkëqytetarët shqiptar duke theksuar se këtë ditë e përshëndet me respekt të veçantë, si një simbol të fuqishëm të përpjekjes për arsim dhe edukim.
Para 117 vjetësh alfabeti unifikuar nisi rrugtimin e tij nga Kongresi i Manastirit si kodi më i rëndësishëm i komunikimit për një popull. Sot duhet të kujtojmë se gjuha dhe shkrimi janë vlera themelore që formojnë identitetin kolektiv dhe forcojnë lidhjen shpirtërore mes brezave. Kryeparlamentari Afrim Gashi theksoi se kjo ditë shënon një nga momentet më të rëndësishme të historisë kombëtare, kur u vendosën themelet e alfabetit të unifikuar, duke forcuar gjuhën shqipe si simbol të bashkimit dhe identitetit. Sekretari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, ku shqiptarët janë popull shtet formues dhe ku gjuha është vlerë garantuar kushtetuese, e cilësoi gjuhën shqipe një element të pazëvendësueshëm të kohezionit tonë shoqëror. Ndërkaq nuk munguan as urimet e partive politike, nga ku vlen shprehet se kjo ditë është një nga ngjarjet më të mëdha kulturore, arsimore dhe kombëtare të historisë sonë. Dita e alfabetit është gurthemeli i identitetit ton kombëtar. Më 22 nëntor 1908, në Manastir, rilindasit shqiptar vendosën jo vetëm rregullimin e alfabetit, por drejtimin strategjik të kombit shqiptar, ecjen krah për krah me popujt evropian, forcimin e kulturës, arsimit dhe vetdijes son kombëtare si bazë për lirinë politike dhe zhvillimin shoqëror. Po ashtu, edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka uruar shqiptarët në vend, rajon dhe mërgat, me rastin e ditës së alfabetit dhe përvjetorit të Kongresit të Manastirit. Në këtë përvjetor të Kongresit të Manastirit dhe të ditës alfabetit, ta përkujtojmë veten tonë që gjuha bashkon popullin dhe që përgjegjësia jonë për gjuhën tonë është e rëndësisë më të madhe. Lidhja Prizrenit më 1878, Kongresi i Manastirit më 1908 dhe Dita e Flamurit më 1912 janë 3 shtyllat qendrore të kombit shqiptar. Urimet për këtë ditë ishin të shumta, duke rikujtuar se dita e alfabetit mbetet një prej simboleve më të forta të identitetit dhe unitetit të shqiptarëve. Dega e bodegisë në Butel shprehin tinjatën dhe shqetësimin më të thellë për dhe absurd dhe të papranueshëm të drejtoreshës shkollës fillore Zhivko Barajkovski, e cila ka ndërprer aktivitetin e nxënësve në festat e nëntorit, pavarësisht se fëmijët kishin më shumë se 1 muaj që ushtronin dhe përgatiteshin me përkushtim. Arsyetimi i drejtoreshës sipas cilës aktiviteti ndalohet për shkak të veshjes kombëtare shqiptare është skandalos dhe diskriminues. Ky akt përbën një precedent të rrezikshëm dhe një qasje të papranueshme ndaj identitetit kombëtar të shqiptarëve në komunën tonë, thuhet në reagimin e degës së BDI-s Butel. Ata kërkojnë urgjentisht të ndërmerren masa të menjëhershme dhe të paanshme ndaj kësaj sjellje diskriminuese, e cila cenon bashkëtesën, respektin dhe dinjitetin e komuniteteve. Nëse ky rast mbulohet ose relativizohet, ne si degë BDI-s në Butel do të mbështesim plotësisht prindërit për të përdorur të gjitha mjetet demokratike përfshirë informimin e plot të opinionit publik dhe të mediave deri në zgjidhjen e drejtë dhe të merituar të këtij skandali institucional. Këshilli i çmimit shtetëror 22 nëntori zgjodhi fitues për të vit shkrimtarin Rasul Shabani dhe publicistin Sevdel Demiri. Të dy vlerësuan rëndësinë historike të ditës alfabetit për identitetin shqiptar. Shabani konsideroi çmimin si kuror të punës së tij letrare në shërbim të gjuhës, ndërsa Demiri theksoi dimensionin identitar të kësaj date. Shkrimtari Rasul Shabani dhe publicisti Sevdail Demiri janë fituesit e si vjetëm të çmimit shtetëror 22 nëntori, i cili u nda sot në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Fituesit pas marrjes së çmimit mbajtën fjalime të shkurtra para të pranishmëve, ku theksuan rëndësinë e kësaj date për historinë e kombit shqiptar. Shkrimtari Rasul Shabani tha se veprimtarët shqiptar që kontribuan në unifikimin e alfabetit ngren bazamentin e obeliskut të identitetit ton gjuhësor. Ky çmim i cili më dorëzohet sot, natyrisht që është çmim mirë rëndësishëm, më i çmueshëm, është kuror e çmimeve me që i referohet arsimit armës kryesore dhe të vetme me të cilin luftojnë shkrimtarët për të ngritur përmendore të vogla, por shumë të vlefshme për pasurimin dhe afirmimin e gjuhës sonë të bekuar. Ndërkohë Demiri tha se 22 nëntori është gurthemeli i identitetit dhe vetdijes son kombëtare. Jam jashtëzakonisht i lumtur që si vjet marr këtë çmim kaq të lartë shtetëror, i cili vjen si kurorëzim i një pune të pandalshme gati 3 dekadëshe në sferën publike.
Aq më tepër ndihemi nderuar sepse ky çmim përfaqëson një simbol të madh identitar për shqiptarët, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por edhe në të gjitha trojet tona. Çmimi shtetëror 22 nëntori u ndahet njerëzve nga jeta e politikës kulturore dhe shoqërore në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilët kanë kontribuar në avancimin e bashkëjetesës ndërnjerëzore dhe mirëkuptimin e ndërsjellë midis pjesëtarëve të bashkësive të ndryshme kulturore dhe fetare në Maqedoninë e Veriut. Ky çmim për herë të parë është ndarë në vitin 2019. Analisti Gjenur Iseni vlerëson se Alanca për shqiptarët do të kishte qenë forca kryesore politike, po të mos kishin ndodhur dy ndarjet e brendshme gjatë 2 viteve të fundit. Zëdhënësi i Alancës Arben Zeqiri tha se Alanca për shqiptarët është tërhequr nga koalicioni AKI me qëllim që t'i rikthehet punës dhe konsolidimit brendshëm, ndërsa analisti Sefer Tahiri tha se koalicioni AKI është një bashkim politik që nuk mbështetet mbi parime. Në emisionin Debat në Shenja, u trajtua një nga çështjet më të nxehta të skenës politike shqiptare, nëse ajo po i nënshtrohet një reformimi të domosdoshëm apo një deformimi që thellon krizat e brendshme. Ky debat u fokusua veçanërisht tek vendimi i fundit e Aleancës për shqiptarët për t'u larguar nga Aleanca Kombëtare për Integrim, një lëvizje që ka shkaktuar reagime të shumta dhe polemika të gjëra në opinion, sidomos pas zgjedhjeve lokale. Për të analizuar këtë zhvillim dhe për të ndarë perspektiva të ndryshme, në studio ishin ftuar zëdhënësi i ASH-s, nga krahu i Ziadin Selës, Arben Zeqiri, si dhe analistët politik Sefer Tahiri dhe Gjenur Iseni. Zeqiri bëri të ditur se ASH është tërhequr nga koalicioni AKI me qëllim që t'i rikthehet punës dhe konsolidimit të brendshëm. Mendoj, ashtu si edhe shumica e antarëve të kryesisë në mbledhjen e fundit, se është një veprim që realisht duhet ta bëjë çdo parti politike dhe ajo është t'i kthehet vetvetes, t'i kthehet antarësisë, t'i kthehet substancës vetë dhe të bëj analizat e duhura dhe të filloj riorganizimin. Çdo subjekt politik pas çdo cikli zgjedhor duhet të filloj fillimisht të merret me vetveten. Ndërkaq, analisti Sefer Tahiri deklaroi se koalicioni AKI është një bashkim politik i cili nuk mbështetet në parime dhe ide të përbashkëta, por në interesa të ngushta elektorale. Nëse ju kujtohet, unë thash që koalicioni i AKI-s është i panatyrshëm. Është koalicion jo parimor dhe është koalicion i cili nuk bazohet mbi platforma dhe ide, koncepte dhe filozofi politike, por bazohet mbi pragmatizmin elektoral. Por para se të vazhdoj, doja të them një gjë që mua më vjen mirë, që jam domethënë mesin e dy njerëzve të rinj, sepse unë angazhohem për atë që njerëzit të kenë angazhime konkrete politike. Ndërkaq, analisti Gjenur Iseni në analizën e tij vlerëson se Aleanca për shqiptarët do të kishte qenë forca kryesore politike dhe do të kishte fituar përballë BDI-s, po të mos kishin ndodhur dy ndarjet e brendshme gjatë 2 viteve të fundit. E para që duhet them është që Aleanca për shqiptarët po të mos të kishin ndodhur këto ndodhi që i kanë ndodhur në 2 vitet e fundit, sot do të ishte forca e parë politike në vend dhe do të fitonte përballë BDI-s si e vetme. Me thonë, atë shumë goditje ka ndodhur, sa që sot fatkeqësisht Aleanca për shqiptarët ka mbetur pa kredibilitet. Aleanca për shqiptarët u përqa apo u nda 2 herë në këto 2 vjet. Ndërkaq, sa i përket kësaj çështje, të ftuarit ndan vlerësimet e tyre mbi pasojat politike, pra paskenat dhe ndikimin që ky vendim mund të ketë në konfigurimin e ri të skenës politike shqiptare në vend. Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova ka nënshuar dekretet për shkarkimin e 3 ambasadorëve të Maqedonisë Veriut dhe për zgjerimin e kompetencave të një të katërtit. Sipas dekreteve të publikuar në gazetën zyrtare, nga funksioni shkarkohen Vesel Mehmeti, ambasador në Itali me detyra jo rezidente për San Marinon dhe Maltën. Mandati i tij përfundon më 31 janar 2026. Osfit Rosoklia, ambasador në Austri, mandati i tij përfundon më 28 shkurt 2026. Slobodan Uzunov, ambasador në Indi me detyra jo rezidente për Bangladeshin dhe Sri Lankën, mandati i të cilit përfundon më 19 dhjetor 2025. Ndërka që ambasadorin Brazili Igor Popov merr një akreditim shtesë si ambasador jo rezident i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot në Uruguay. Këto lëvizje janë pjesë e rotacionit rregullt të stafit diplomatik dhe pritet që së shpejti të publikohen edhe emrat e ambasadorëve të rinj.
Rreshet e mëdha të shiut kanë shkaktuar përmbytje në disa komuna të vendit. Në Resnjë janë përmbytur mbi 50 shtëpi dhe toka bujqësore. Në Manastir janë raportuar rrëshqitje dheu, dëmtime në rrugë dhe ndërprerje të ujësjellësit, ndërsa disa rrugë janë mbyllur për qarkullim. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka bërë apel që në zonat e përmbytura të kihet kujdes me ujin e pishëm dhe ushqimin. Rreshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar përmbytje në disa komuna të vendit, duke dëmtuar shtëpi, toka bujqësore dhe rrugë. Qendra për menaxhim me kriza informoi se në Resnjë, Lumend, Bolnska dhe Istoçka kanë dalë nga shtrati në fshatrat Carev, Dvor dhe Dërmeni, duke përmbytur mbi 50 shtëpi, magazina, bodrume dhe ara. Ekipet janë në terren me eskavator dhe pompa për të larguar ujin, ndërsa cilësia e ujit të pishëm është dëmtuar dhe nuk rekomandohet për konsum. Janë angazhuar ekipet të ndërmarrjeve publike dhe kompanive private me 4 eskavator, 7 pompa dhe disa pompa private për thithjen e ujit. Në rrugët rajonale ka dhe rërë dhe gur që janë duke u pastruar sipas përparësisë. Niveli i lumit Gollë Mareka është 2.1 metra me fillim të daljes nga shtrati. Në Manastir janë raportuar ndërhyrje në disa fshatra nën Pelister, ngritje digash në lumin Dragor dhe mbyllje rrugësh për shkak të ujit. Niveli i lumit Cërna ka arritur 2.7 metra dhe ka pasur ndërprerje të furnizimit me ujë në disa zona. Qytetarët kanë raportuar për mbytje të bodrumeve, oboreve dhe rrezik nga dalja e kanaleve. Në Demirhisar është përmbytur tokë bujqësore pas daljes së lumit Cërna pranë fshatit Zhvan, ndërsa në Prilep rreshjet kanë shkaktuar shemjen e tavanit të një shtëpie. Qendrat rajonale të Ohrit dhe Kumanovës raportojnë ndërhyrje të shumta, por gjendja është stabilizuar, megjithse Lumend mbeten në nivele të larta. Në Strumic janë regjistruar 3 rrëshqitje dheu në rrugën Strumic-Vallandov. Në Shkup niveli i lumenjave është rritur, por situata është nën kontroll. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë apelon që në zonat e përmbytura të mos përdoret uji turbulluar për pije dhe gatim, derisa të konfirmohet siguria e tij. Ushqimi që ka qenë në kontakt me ujin e përmbytjes duhet hedhur, ndërsa higjiena duhet të jetë rrept. AUV kërkon kujdes të shtuar edhe për kafshët shtëpiake dhe ato bлекtorale gjatë përmbytjeve. Edhe pse muaj nëntor po i afrohet fundit, një pjesë e qytetarëve ende nuk kanë marrë rimbursimet e tyre nga skanimi i faturave fiskale përmes projektit të VSH-ja ime. Ministria e Financave ka njoftuar se pagesat janë në proces dhe se mjetet do transferohen në llogari brenda këtij muaji. Pagesat e fondeve për faturat fiskale skanuara përmes aplikacionit të VSH-ja ime kryhet brenda 60 diteve pas përfundimit të tremëjorit. Për tremëjorin e tretë kurrik shtator, afati ligjor për pagesë është 30 nëntori 2025. Vonesat më të shpeshta shkaktohen nga të dhënat e pasakta ose të paazhurnuara të llogarive të transaksionit në sistemin në fjalë thuhet në përgjigjen e Departamentit të Financave. Vazhdojmë të me lajmet. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i mohoi pretendimet që i lidhin atë me të shkëlqyeturin snajper të fundjavës në Sarajevo gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë në vitet e 90-ta. Vučić deklaroi se kur nuk ka mbajtur pushkën në dorë dhe njoftoi se do të ngrej padik kundër medjave që e kanë publikuar këtë, duke shtuar se do t'i angazhojë avokatët më të mirë në botë. Gazetari i lumtues kroat Domagoj Margetić deklaroi të martën se ja ka dorëzuar prokurorisë në Milano, e cila po udhëheq hetimin për snajperët e fundjavës, të dhënat që sipas tij tregojnë se Vučić ka marrë pjesë ose ka ndihmuar në turizmin e snajperëve, ku thuhet të huaj të pasur paguanin forcat serbe rreth Sarajevës së rrethuar për të shtënë ndaj civilëve të qytetit. Gjatë pothuajse 4 vjetëve të rrethimit të Sarajevës, sipas dhënave të shoqatave të viktimave dhe vendimeve të gjykatave ndërkombëtare, çdo i 10 fëmijë i vrarë në qytet është qelluar nga snajperët. Ushtria izraelite vazhdoi të shkelë marrëveshjen anë pushimit e cila hyri në fuqi më 10 tetor duke intensifikuar sulmet ajrore dhe goditjet me artilleri në 4 qytete të rripit Gazës, si dhe duke shtuar shkatrimin e banesave dhe objekteve të tjera. Sipas dëshmitarëve okular, ushtria izraelite që nga orët e mëngjesit ka kryer dhjetra sulme ajrore në lindje të qytetit Rafa dhe Khan Yunus në jug të rripit Gazës në zonat që kontrollon sipas marrëveshjes anë pushimit. Sulmet ajrore u shoqëruan edhe nga shkatrimi i banesave dhe objekteve me mjete të mbushura
përmbledhshura me eksploziv, si dhe goditjet vazhdueshme intenzive të artillerisë përfshirë edhe lindjen e qytetit Deir el-Bela në pjesën qendrore të Gazës. Sipas korrespondentit të agjencisë Anadolu, bombardimet dhe shkatrimet e kryera nga ushtria izraelite në Gaza janë përshpejtuar edhe më shumë ditëve të fundit, ndërsa shumë automjete ushtarake kanë avancuar qindra metra në zonat nga të cilat ushtria izraelite ishte tërhequr në lindje të qytetit Gazës, sipas marrëveshjes së pushimit. Që nga fillimi i sulmeve izraelite në rripin e Gazës në tetor 2023, më shumë se 69.000 palestinez, shumica gra dhe fëmijë, janë vrarë dhe mbi 170.000 të tjerë janë plagosur. OKB-ja vlerëson se kostoja e rindërtimit arrin në rreth $70 miliard. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi se për ringjalljen e tregtisë globale nevojitet bashkëpunim ndërkombëtar i thelluar, instrumente të reja politike dhe zinxhir furnizimit qëndrueshëm. Duke folur në samitin e liderëve të G20-s në Johannesburg të Afrikës së Jugut, Erdogan shprehu mbështetjen e Ankaras për miratimin e një qasjeje të bazuar në trajtim të drejtë dhe të barabartë në proceset e ristrukturimit të borxhit, veçanërisht për vendet me të ardhurat të ulta. Ftoi gjithë G20-n të marrë më shumë përgjegjësi në ndërtimin e një ekonomie globale më gjithëpërfshirëse ku askush nuk do të lihet pas dore, shtoi Erdogan. Samiti i liderëve të G20-s filloi sot në Johannesburg të Afrikës së Jugut me presidentin Cyril Ramaphosa që mbajti fjalimin e parë. Në përputhje me temën e Afrikës së Jugut për G20-n, solidaritet, barazi dhe qëndrueshmëri, samiti i parë i G20-s i mbajtur ndonjëherë në kontinentin afrikan pritet fokusohet te lehtësimi i borxhit për vendet më të ardhurat të ulta. Shtetet e Bashkuara, anëtare themeluese G20-s, e kanë bojkotuar samitin e këtij viti. Të paktën 55 persona humbën jetën dhe 13 të tjerë rezultojnë të zhdukur pas përmbytjeve të mëdha që shkatruan Vietnamin qendror këtë javë, sipas Departamentit Menaxhimit të Fatkeqësive. Përmbytjet përfshin Vietnamin qendror dhe Malësitë qendrore, duke shkaktuar dëme të mëdha dhe më shumë se $340 milion humbje ekonomike, raportoi Vietnam News, duke cituar Departamentin Menaxhimit të digave dhe parandalimit të fatkeqësive natyrore. Përmbytjet shkatruan gjithashtu rreth 950 shtëpi dhe më shumë se 28.460 shtëpi mbetën të zhytura në zonat e prekura. Përmbytjet dhe shirat rrëmbyeshëm ndërprejnë gjithashtu shërbimet e transportit në zonat e prekura me pjesë të autostradave kryesore dhe rrugëve rurale të bllokuara nga përmbytjet dhe rrëshqitet e dheut. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje.